Thirrje nga thellësitë. Momenti kur deti u bë dëshmitar i mrekullisë së profetit Yunus alayhis salam. Në horizontin e një nate të rëndë, kur qielli ishte mbuluar nga re të dendura dhe deti përpëlitej si një krijesë të rrëzuar, një anije mbi ngarkuar lëkundej në valët e fuqishme. Njerëzit në bord ishin të kapluar nga frika. Çdo dallg dukej sikur do ta përmbyste gjithçka. Në atë moment kritik, një vendim i rëndë duhej marrë. Dikush duhet të hidhej në det për të shpëtuar të tjerët. Shorti u hodh. Emri që doli ishte ai një njeriu të veçantë, profetit Yunus alayhis salam. Heshtja rambi anije. Ai nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai ishte i zgjedhur, një i dërguar, por vendimi nuk u kthye pas. Me një zemër të rënduar, por me bindje në vullnetin e Zotit, Yunusi alayhis salam hodhi hapin drejt skajit të anijes. Dallgët përplaseshin me një egërsi të rrallë. Ai hodhi një vështrim të fundit drejt qiellit, sikur kërkonte një shenjë, dhe u hodh. Trupi i tij u përpi nga ujërat e errta. Deti e përpiu në një çast. Uji i ftohtë mbështolli nga të gjitha anët. Heshtja e thellësive ishte e frikshme, e panjohur, por ajo që ndodhi më pas do të mbetej një nga momentet më të jashtëzakonshme në historinë e njerëzimit. Nga thellësia e detit, një krijesë e madhe u afrua, një peshk gjigant, për të cilin në traditën islame përdoret termi hut. Disa dietarë kanë përshkruar si një balen për shkak të përmasave të mëdha, ndërsa të tjerë thonë se ishte një krijesë e veçantë, e krijuar me urdhër hyjnor. Kurani nuk e përcakton llojin e saktë, por thekson madhështinë e ngjarjes. Në një çast të vetëm, goja e krijesës u hap, dhe profeti Yunus alayhis salam u gëlltit. Ai u gjendë brenda barkut të peshkut. Por kjo nuk ishte një fund, ishte fillimi i një prove të rrallë. Ai u gjendë në një realitet që asnjë njeri nuk e kishte përjetuar më parë. Të re errësira e rrethuan. Errësira e barkut të peshkut, errësira e thellësive të detit, dhe errësira e natës që kishte mbuluar gjithçka. Nuk ishte dritë, nuk ishte zë, nuk ishte shpëtim të dukshëm. Vetëm ai dhe Zoti i tij. Në të vetmi absolute, ku çdo shpresë toksore zhduket, lind një lidhje e pastër dhe e drejtë për drejtë me krijuesin. Dhe aty, në fund të detit, nga zemra e një profeti të penduar, shpërtheu një lutje që do të mbetej e pavdekshme. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Ti je i lartësuar. Vërtet, unë kam qenë prej të padrejtëve. Kjo lutje nuk ishte thjesht një thirrje, ishte një dorëzim i plot, një pranim i gabimit, një kthim i sinqertë drejt mëshirës hyjnore. Traditat islame tregojnë se engjëjt e dëgjuan këtë zë të pazakontë që vinte nga një vend i panjohur. Ata thanë: "O Zot, ne po dëgjojmë një zë të dobët nga një vend i çuditshëm." Dhe përgjigjja hyjnore erdhi: "Ai është robi im, Yunusi." Ky moment përshkruhet në Kur'an si një dëshmi e fuqisë së lutjes dhe mëshirës së Zotit. Në suren El Anbiya thuhet se sikur ai të mos kishte qenë prej atyre që e përmendin Zotin, do të kishte mbetur në barkun e peshkut deri në ditën e ringjalljes. Por mëshira e Zotit është më e madhe se çdo errësirë. Urdhri hyjnor u dha. Krijesa gjigande, që deri atëherë ishte bërë një stre e përkohshme, u drejtua drejt sipërfaqes. Valët u çan dhe peshku e nxori Yunusin alayhis salam në breg. Trupi i tij ishte i dobësuar, lëkura e tij e ndjeshme, e dëmtuar nga qëndrimi në atë ambient të pazakontë. Ai nuk ishte fuqi, nuk ishte as ushqim, as mbrojtje, por përsëri mëshira e Zotit e rrethoi. Pranë tij u rrit një bim, e përmendur në Kur'an si një pemë me gjethe të mëdha, tradicionalisht e interpretuar si kungull. Ajo i dha hije, mbrojtje dhe ndihmë për rikuperim. Disa transmetime përmendin se ai u ushqye dhe u forcua gradualisht derisa rifitoi energjinë. Vendodhja e saktë ku ai doli në breg nuk është përcaktuar me siguri absolute në burimet islame, por disa tradita historike e lidhin këtë ngjarje me zona pranë brigjeve të Mesdheut. Megjithatë, ajo që ka rëndësi nuk është vendi, por mesazhi. Pas kësaj përvoje transformuese, Yunusi alayhis salam u kthye tek populli i tij, dhe këtë herë ndodhi diçka e rrallë në historinë e profetëve. Populli i tij besoi. Ata u penduan dhe pranuan mesazhin, dhe dënimi që pritej mbi ta u largua. Jeta e profetit Yunus alayhis salam vazhdoi si një dëshmi e durimit, pendimit dhe mëshirës hyjnore. Ai jetoi duke përcjellë mesazhin e Zotit, i përforcuar nga përvoja e tij unike, një përvojë që e kishte çuar në kufijtë e ekzistencës njerëzore. Fundi i jetës së tij nuk përshkruhet me detaje të shumta historike, por ai mbetet një figurë nderuar, një shembull i gjallë se edhe në momentet më të errta, drita e besimit nuk shohet kurrë.
Historia e tij nuk është thjesht një rrëfim, është një thirrje. Një thirrje që vjen nga thellësitë më të errta, për të na kujtuar se asnjë vend nuk është shumë i largët për mëshirën e Zotit, dhe asnjë zë nuk është shumë i humbur për t'u dëgjuar, sepse edhe në barkun e një peshku, lutja arrin qiellin.